Përshëndetje, mirë se erdhët te kanali im, mirë se erdhët te kjo video. Unë jam Kaltra, për ata që hyjnë për herë të parë te kanali im. Sot është një video ndryshe nga të tjerat. Sot do ju përgjigjem pyetjeve që kam marrë në Instagram rreth shtatzanisë. Do filloj me pyetje që më keni bërë, pak a shumë ishin të njëjtat dhe kam zgjedhur disa. Sa muajshe jem? Jam 8 muajshe, java e 34. Çfarë gjenie ka bebja? Bebja është vajzë, baby girl. Sa kile ke marrë? Gjërë tani ka marrë diku te 12 kile dhe kam akoma dhe ca për të marrë, po të gjitha i ka marrë tani do me thënë nga fundi. Si po të ecë shtatzania? Mirë, shumë mirë. Ushqimin mirë, do me thënë, okej, nuk haja shumë në fillim, por nga muaji 5 e këtej është stabilizuar goxha, po shumë mirë. Pyetja tjetër. A ke patur të vjella? Jo, nuk kam patur shëqyr, sepse njoh shumë vajza që kam patur dhe shumë e sikletshme. Mund të kem patur të vjella vetëm kur kam patur dhimbje koke shumë. Më shumë në fillim muajt e parë kam patur pjesën e alergjisë problem. Por, okej. Si ndihesh tani që je drejt fundit? Mirë. Ndihem mirë. Pres që bebushja të vi, normale. Edhe të kaloj dhe kjo koha, se okej është që ke vështirë, në kuptimin që nuk lëviz shumë, e më e rëndë se të gjitha këto, dhe mbezi presim të marrin bebushja në krah. Neps tani në shtatzani? Atëherë, neps shumë jo, do me thënë, unë gjithmonë thosha që unë po të jem shtatzane, mund të ha edhe njeriun, por jo, tani jo, se na që kam qenë gjithmonë me neps, edhe mbase jam mësuar dhe nësë më bëm përshtypje, por jo, mirë kam. S'kam patur shumë neps. Të them dua këtë dhe pik mbaroj të vete ta marrë të hajo. Kështu kam bërë para shtatzanis. E të gjithë që më njojnë, thoshin pale sa kile ke për të marrë. Pyetja tjetër, për gjërat e bebes gati? Po, gjërat e bebes i kemi bler. Do bëj një video dhe me gjërat që i kemi bler, por gati akoma dhomën e saj nuk e kemi bërë, me kismet nga fillimi muajit të 9 ndoshta. T'ja bëjmë dhomën gati e të gjitha ato gjërat, se kur është sidomos një vajzë, ka shumë gjëra kështu të ëmbla, gjëra të vogla. Si ndihesh që do bësh mami? Shumë mirë. Është një eksperiencë tjetër, është një jetë tjetër më saktë, dhe edhe unë edhe Ivi do i përkushtojemi shumë. Besoj se do të jetë të mirë, të vi me shëndet të mirë dhe kjo ka rëndësi. Do që të lindësh vetë apo cesariane? Atëherë, normale që dua të lind vetë, është më mirë që të lindësh vetë. Sidomos këtu në Norvegji, mjekët mundohen që ti të lindësh vetë, janë pro lindjes natyrale. Në momentin e fundit se dim, por gjithsesi besoj se shpresoj të lind vetë dhe të lind të mirë dhe të shkojë çdo gjë mirë. Kemi gjetur emrin e bebes. Po, e kemi gjetur, por do ta mbaj surprizë, do ta them në fund. Kur të lindi bebja, gjithsesi shumica e din, por në fund po e them. Emrin e ka gjetë Ivi dhe është një emër i bukur, por në fund e ta them. Çfarë i ke bler bebes? I kemi bler gjitha gjërat që nevojiten, muajt e parë edhe për pjesën në vazhdim. Do bëj një video me gjërat që i kemi bler, janë goxha gjëra. Se pyetja tjetër, sa fëmijë do që të kesh? 2. Besoj se 2 janë mjaftueshëm. Qef kam t'i kem afër, mos të kenë shumë diferencë moshe, që të rriten bashk, të luajnë bashk, të merren vesh bashk. Doja dhe më thënë të kisha një vajzë një djalë, por gjithsesi do t'a shohim. Ti ka qenë momenti i parë kur ke marrë vesh je shtatzane. Shumë gëzueshëm, shumë happy.
shumë të lumtur. Këto ishin disa nga pyetjet, se pak a shumë ishin njësoj. Dhe që video të ketë pëlqyer. Faleminderit shumë që më ndoqët. Mos harroni të bëni subscribe te kanali dhe like nëse ka pëlqyer video. Do shihemi në video e radhës. Mirupafshim.